Zotri, udhoni lutem, udhoni. Ja, udhoni. Po çka jemi? Konjak, kakirushi? Jo, mua një kafe. Kafe, po, ju zotri. Kafe bukur shumë. Marije, 2 kafe. Falë zotri, ne kemi ardhur për ta kërkuar shpend. E di. Mos mendo se nuk e di. Nuk keni ardhur këtu për turizëm. Kanë ardhur tjerë para ju këtu. Ca fshatar, ca të ardhur, sikur se ju që vi dhe shkojnë atje, ejse. Kur ky vend nuk ka pas më tepër burra, për çdo ditë vinë. Sot një, nesër një makinë, edhe një makinë tjetër. Burra, kolla muhabetin ore? Jo, kolla tek mreti o tek Ollore mreti rati të rria tje ku është ke elefantat ore? Dhe Gjorish, po vetëm mreti do ta shpëtoj Shqipërinë, se këta kriminal të kuq shkatruan çdo gjë. I thuaj, ore, mafiozët, ish sikuripsat. Bandita, hojnë atë konzervave. Kjare ky vuan nga smutja nostalgjisë, dikur ka punuar në pallat si portier e tash ti dërdëllit. Jo mbreti këtu, jo mbreti ashtu, palavra, ore. E mira thuaj ti, Oristo, s'beri për ty qeveria jote, ha? Si është bëri, i gjeti punë në kafenen artimit të los letra të tallët koqesh. Po më thuaj, i të roqe mrapa para të skemave piramidale, ore. Olerat, muhabet, ore. I kthyen, karabelet Bullgarisë. E ja prishën dhëmt, e ja bërë sigur që nefi. E s'po kopare me i neqen. Le ta nkohet në një cefor se jam nëreqin që qkeme te. Ata ashtu me mrojtën e monumenteve merren. Kështu e kanë këta. Çdo ditë prej mëngjesit. Lozin letra, rohen, shohen dhe rinë bashkë. Kemi vëlloj për tyre. Voj. Kemi realista, republikan, demokrat, kemi generala, revolucionar në pension, everista, nanoista, badjavgji. Gjithi që në numerin bashkë e nuk kanë as 2 lek në gjep. Oristo, ma kalzona t'i shka për karamelat e qeverisë bulgare. Po që solli ju mbreti nga Afrika, ha? Koqe krokodile! Dëgjoni o burra, Shqipëria do të mbetet Republikë si Franca. Kështu ka thënë edhe i matë. Ja, Gjaxhi Enveri ka thënë. Mao Tse-tungi! Na duhet shpendet dhe takon. Po, e di, udoni nalt, udoni pas mire. Kafet ju si nalt, ati për të në shpen. Me qena i ditë opjo. Kjo është pja ime, ka rëndësi historike, në ditë të bëhet muze. Me qindra të ri, kalon për shtëpi dhe shprat e Kosovë. Atje është lufta, atje bëhet gjëma. Udoni, shpendi ju pret. Mirë se erdhët. Unë ju prisja kjellet në mëngjes. Si në mirë? Po ju? Mirë? Urdhëni. Jeman, që kërë të rrugës? Mirë është. Po pasoja, ju mërziti me patriotizmin e tje, po jo? Taksisti. Taksisti. Jo. Vase si vase. Hërë. Ja me kafet. Të falemderit shumë, Maria. Keni marrë instruksionet në Zvicër e Gjermani? Po, zotri, edhe pagesën për armë, atje kemi bërë. Ja, Andresa. Mirë. Shumë mirë. Ullërin mirë. Tani vjen ajo më vështira.
Djemë, tashti keni përpara sprovën e parë dhe mjaft të rrezikshme. Maton është serbi, që nuk pyet para asgjë. Ju me siguri keni dëgjuar për grupet që për shkak të vigjilencës së pamjaftueshme, ose për shkak të, siç flitet, tradhtive, kanë rënë në kurthën e armikut. Kështu që, pa djema, unë besoj se ju jeni të ndërgjegjshëm për seriozitetin e situatës. Djema, kjo nuk është lojë. Çdo lëndithje nga instruksionet mund të ju kushtoj shumë shtrenjtë. E pra uniforma do t'i merrni në Kosovë, kurse armët i keteni të paluara në valigje. Do të merrni më shumë se armë personale. Do të merrni edhe pak municion për shokët aty brenda në Kosovë. Do të niseni sonte, pas mesnate. Ju me siguri jeni të lodhur dhe do të pushoni pak. Djema, rruga që po ju pret është rruga më vështirë që keni marrë ndonjëherë në jetën tuaj. Po. Unë personalisht do t'ju shoqëroj deri në Kosovë. Gjatë rrugës, urdhat e mia duhet të zbatohen përpikërisht. E qartë?